Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin. Ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht Allahun e falenderojmë, Allahun e madhrojmë, prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. Në këtë ditë begatë lutim Zotin e Madh që Allahu të na falë gjunahet dhe të na mëshiron. Në këtë ditë agjërimi lutim Allahun që agjërimin tonë Allahu ta pranon ya Rabbel Alamin. Pastaj i çojmë salat dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë xhami, sot do të ndalemi me disa ajete të Kuranit, ku Allahu i Madh subhanahu wa taala na tregon me pas kujdesje të madhe besimtari për një prej gjymtyrëve të trupit të njeriut. Zakonisht muslimani ka obligim mi rujt gjithë gjymtyrët e trupit. Është përgjegjës për gjuhën e tij se çka flet. Është përgjegjës për dorën e tij se çka bën. Është përgjegjës për synin e tij se çka shiqon. Dhe krejt këto janë ushtar. Ushtari nuk vepron pa e urdhëruar mbreti. E një prej gjymtyrëve të trupit të njeriut është zemra, në të cilën Imam Shafiu rahimahullahu taala ka thënë zemra është mbret. E kur të urdhënon mbreti, ushtari vepron. Prandaj zemra është pjesa gjymtyra më e rëndësishme në trupin e njeriut. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "Ela inna fil jasadi mudgha." Në trupin e çdo njeriut është një pjesë, një copë mishit. Nëse ajo ndreqet këtij trupi. Nëse prishet ajo, prishet e këtij trupi. Realisht njerëzve që i ndalet zemra, kur të ndalet zemra, çka i thojnë? I thojnë xhenaze. Si thojnë më njeri. Apo? Do të ndalem apo do të rikthehen atë kjo. Ama janë ndonjë njerëz që i punon zemra, ama zemrat e tyre realisht janë të vdekura. Dhe nuk funksionojnë për hir të Zotit. Prandaj këto ibadete që i bëjmë na, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse rregullohet zemra, rregullohet trupi, ti me trupin tan e madhnon Zotin në xhami. Ti me trupin tan agjeron. Ti me trupin tan punon halal. Ti me trupin tan shku i thon Allahut lebejk, Allahumma lebejk. Amo këto kush të çon ty në qabe? Kush të bjen ty në xhami? Kush të bjen ty në iman? Të bjen zemra. Prandaj, sot njerëzit realisht nuk janë t'i kushtu shumë rëndësi zemrës. Do të ndala një shembull thjesht. Për shembull, përshkrimi i dhimbjes në trupin e njeriut. E ke vrarë gishtin, dhem disa minuta, shkon tu nalet. Një plagë dhamit nalet. Ama e ke prej pak nalet. Ma të ka shku me një në herë dhimbjet e zemrave të atyre që nuk besojnë. Trishtimi dhe tmerri i njerëzve të çmendur që nuk njohin Allah dhe pejgamber. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Në zemrat e tyre ka smundje. Dhe Allahu azza wa jall po thot ne ja shtojna, do thot fi kulubihim marad fazadahumullahu marada. Kur ti e ignoron fjalën e Allahut, atëre a ka mundësi dikush me përshkruajt dhimbjen e trupit, dhimbjen e dhamit, edhe dhimbjen e shpirtit dhe zemrës. Prandaj zemrat e shnosha, duke luftuar nefsin dhe duke ushqyer vetveten me takvallëk, është vetëm një rrugë për me ruajt në fejen edhe me ruajt zemrën. Se s'munësh me rujt fejen me zemër të prisht. Se ne ruan shahadetin me zemër të prisht.
se ne ruan namazin me zemër të prisht, se ne ruan agjerimin me zemër të prisht. Prandaj krejt ibadetës starton prej zemrës. Edhe kujdesi më i madh i secilit musliman duhet të kenë rregullimi i zemrës. Jo ja asaj çka e shohim në sy, në trupin e njerëzve. Inna Allaha la yanduru fi suwarikum. Allah nuk e shiqon formën e juve. Shiqimi i parë i Allahut te robi në ditën e Kiametit ka më kon kulubikum wa amalikum. Allahu shiqon zemrën dhe veprat e juve. Prandaj këto ibadetet janë innamal a'malu binniyat, mbas niyetit që e ke në zemër. Dhe ushqimi më i mirë i devotshmërisë, me devotshmëri në zemrën e njeriut është takvalloki me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, e cila është shansa që në këto 10 e fundit njeriu më fokusu zemrën me ja dediku dhe me ju nënshtru madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Ishte virusi koronës, tash ishte një virus tjetër. Njerëzit shumë të kujdesshëm, mos t'i bjen fëmijës, mos t'i bjen djalit, të rujt. Kalon, sa herë ka pas virusin. Edhe sa herë ne vazhdimisht antibiotikat i përdorin, shkojmë te mjeku, 7 ditë, 14, 21 dhe ka përse. Ama i shka ban zullum 20 vjet, 30 vjet, 40 jeton me smundje, nuk ka më i rrezikshëm virusi i trupit më shumë se virusi i shpirtit edhe i zemrës. Prandaj shumë njerëz pe harrojnë, po kujdesen për virusin e trupit, për virusin e krizës ekonomike, krizës politike, ama nuk flasin për krizën dhe virusin e shpirtit dhe zemrës, me se si me rujt zemrën muslimani. Edhe shumë smundje sot vinë, edhe shumë diagnoza vinë, që na thojnë ajo piksa ja pjesë. Shumica e smundjeve vinë nga mos kujdesi i zemrës, që na nuk dina me rujt zemrën. Ndoshta dikush mund me thonë, hoq, shumë jeti shtrëngu punë. Baballarët e toni kanë pas zemrat më të shnosha, edhe pse kanë jetuar në kohëna më të vështira. Se kanë pas luksozin e sodit. Ata nuk ju kanë kujdes shumë për luksozin e jashtëm, janë kujdes për mbrëmësinë e zemrës. Dhe jënë kanë ma falenderus në Zot, jënë kanë ma pendus në Zot, jënë kanë ma lexues në Kur'an dhe në ibadetet Zotit, kanë pas frikë Zotin ma shumë, se s'munesh me pas frikë Zotin derisa zemra jote nuk e ka frikë Zotin. Prandaj shumë smundje thash vinë si rezultat i mos kujtimit të zemrës ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i përmend këto smundjet, thot fi kulubihim marad. Kur e përmend smundja më e madhe në zemër është shirki. Mohimi të mirës Zotit, ortakllëki Zotit, mi bë ortak Zotit në udhëbila. Dhe kjo është padrejtësia më e madhe që e shkym dritën në zemrën tonë. E shkym tamam dritë. Pse? Se imani o dritë në zemrën e njeriut. Kurani është dritë në zemrën e njeriut. Suneti pejgamberit Rasulullahi është dritë në zemrën tënde. Nëse zemra jote s'ka lidhje me fe, me iman, e s'ka lidhje me Kur'an, e s'ka lidhje me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti e ke shkim dritën e zemrës tënde dhe ti je smut në zemër. Fi kulubihim marad. Njerëzit më të smut janë ata që nuk njohin Allah, zemra e tyre nuk e njeh Zotin. Zemra e tyre nuk rrënqethet. Allah në suratul Mu'minun thot: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtar janë ata të cilët idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Kur i ndëgjojnë fjalët e Zotit, çka bëhet? I rrënqethet zemra, i dridhet zemra, fjalë të Zotit është Allah. Fjala e Allahut është. Nëse nuk dridhet zemra kur ta ndëgjosh fjalën e Allahut, ti e ke zemrën e smut. Bën hazar zemrën, ngoj fjalën e Zotit. Ndëgjon e fundin e ajetit. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. E kur t'ju lexohen juve ajetet, lexoni ajetet Kur'anit, zadatuhum imana, shtohet imani. Ky iman shtohet, janë bark, janë xhep, në zemër shtohet. Zadatuhum imana. Kur rrënqethet zemra, shtohet imani në zemrën tënde,
s'pshtetesh kërkun tjetër, veç te Zoti, se ai është i gjithfuqishëm. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe ata janë besimtarë që mbështeten në Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Thot Allahu në Kur'an, këto janë besimtarë të vërtet. Shëve? E lidha Allahu minher ajetin e tretë, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatin khashun. Atje përmend namazin që kanë frikë Allahun, me zemër kanë frikë Allahun. Këtu e përmend innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah. Ata që e përmendin Allahin i rinqetet zemra kur ti lexojnë ajetet, çka i shtohet imani, mbështeten në Allah, këto janë besimtarë të vërtetë. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes. Nëse kemi kujdes prej virusave dhe gripave të ndryshëm që shkaktojnë smundje në trup, një ditë përfundon ajo. Ama duhet me pas shumë kujdes për smundjen e zemrës. Thot Allahu në Kur'anin famëlar, ajeti 2 me radhë, qad ja'atkum min Allahi qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur. Ju ka ardhur juve maw'idha i bjen nasihati, këshilla prej kujna, prej Zotit. Këtë zemër se çish me rujt, kush e ka kriju zemrën tonë dhe temën? Allahu. Kush të mëson me rujt? Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Atëherë rujtja e zemrës që na besojmë në Allahun, Allahu ta ka dhënë këtë zemër, edhe pa dëshirën tonë funksionon livrit, se mushëm punja çeç. 70 vjet, 80 vjet, hisnale, livrit, derisa Allahu i thot stop një ditë. Ama derisa të levrit për Zot, rënqetë për Zot, mërzitë për Zot, mbështetu në Allah, kjo zemër mbështetet në Allah, e Allahu për thotë ja u kom zbrit Kur'anin, mau'idha, nasihat, këshill prej Zotit, wa shifa dhe ilaç lima fi sudur, në mesin gjoksit tanë. Gjoks e ka për qëllim në krahërorin e juaj, më rëndësi në zemrën tuaj. Allahu e ka zbrit këtë Kur'an, ilaç edhe çka shërim për besimtar. Ka ajete tjera që flasin lidhje me këtë. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kemi zbrit këtë Kur'anin ilaç dhe rahmatan lil mu'minin, dhe mëshirë për njerëzit. Prandaj Allahu kur don më të mëshiru, atë lexoje Kur'anin, jeton me Kur'anin, mbushe zemrën me Kur'an, Allahu azza wa jalla edhe ta shnosh, edhe të jep mirësinë në këtë botë dhe në ahiret. Xhamat, zakonisht ndëgjoni me vëmendje, ne kemi vdekje, që i thojmë vdekje, kur vdes njeriu? Thash pa në fillim, kur nalet zemra, del shpirti pi trupit dhe asina, nuk i thojnë ma njeri, i thojnë gjenaze. Ama zengin, ama është njeri madh, s'ka njeri të madh, njeri të vogël, gjenaze i thojnë, s'ka. Gjenaze janë dy çështje, ja i mirë, ja i keq, ja me iman, ja pa iman. Mirë pa, maradul jasadi yantahi bil maut. Me trupin tan, kur des trupi, vdes pi sebepit, smundjeve. Kancer, Allah i shëroft, ata që kanë vdek, Allah i mëshiroft. Ama me smundje vdes trupi. Ndërsa me smundjen e zemrës fillon jeta. Qysh bëhoq fillon jeta? Po ti në dynjat ke funksionu me trup dhe me shpirt. Me trup dhe me shpirt. Prandaj smundja e trupit përfundon me vdekje, ndërsa smundja e zemrës fillon pas vdekjes. Se atëherë kemi dhënë llogari me zemrën tonë para Allahut, çka ke bën? Në atë ditë nuk të banë dobi as malli as evladi, ajet shumë i përfolër, shumë i ndëgjuar. Yawma la tanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në atë ditë nuk banë dobi as malli as evladi, vetë çka? Zemra, nuk thot xhepi, nuk thot malli, nuk thot evladi, nuk thot shoqënia, vetëm zemra. Ajo ka më dhënë në raport para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Edhe Resulullah ka thënë takwa ha huna, devotshmëria është këtu. Prandaj prej smundjeve të zemrës që duhet me pas kujdes muslimani, e para është fesadit mendumit se dunjaja është çdo sen. Shumë njerëz e harrojnë ahiretin. E kur ti zemrën e lidh jo për ahiret, e lidh veç për dunjat, ta dish që është starti i fesadit zemrës tënde. Fesad është prishje. Kur ti e lidh çaq shumë ngusht, s'ki vakt me ardhmë i bosej dhe Allahut një orë në ditë, një muaj, në vjet,
Një herë në jetë mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Një të 40 me thonë një zeqat, 40 hise një hise, 2.5%. Atër zemra jote është e smut. Zemra jote është e shtrengume. Ti nuk e ndjen kënaqësinë e namazit, kënaqësinë e zeqatit, kënaqësinë e haxhit, e ibadetit, e Kuranit dashur me radhë. Prandaj, falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Ata të cilët e humbin për rreth, do të mirë veç me dynja, dhahaba Allahu bi nurihim. Allahu ja u largon dritën nga zemra, ja u shkin dritën. Atë çka thash më herët. Prandaj ka njerëz që realisht i shohin dritat me sy, po nuk e shohin me zemër se Allahu ja u ka shkim dritën me nurin, që nuk kanë nur në zemrat e tyre, për shkak fesatit që ka. Ku ka fesat më të madh, se Allahu të ka dhënë të mirat ja kthen shpinën e Zotit. Allahu të ka dhënë shnet ti nuk agjeron. Allahu të ka dhënë mirësi ti nuk shkon mu fal e më ndihmu muslimanëve ashtu me radhë. Prandaj dia është ilaçi i zemrës që e drejton zemrën ka Zoti dhe ta shënosh zemrën. Dia, ju pse keni ardhur, pse vejtët? Për me mësuni mesele, po dhe unë që ka marrë këtu, ka marrë me disa ajete dhe disa hadithe, prej mija ajeteve dhe haditheve, i kam selektu dhe nuk jam të fol qysh mi rujt dhënd, qysh me bë pare, jam të fol për një smundje me pas kujdes të madh. Ti dhe unë kemi ardhur me marrë dije së bashku, me shtu imanin, me rujt zemrën tonë, e zemra dhe imani nuk shtohet pa dije. Ju keni ardhur me marrë dije. Së bashku me marrë dije. Prandaj, prej seneve që e prish njeriu, zemrën e njerit është fesati, Allah i na rujt për fesatit, ja Rabbel Alamin. E dyta, fesati në sjellje. Çka do të thonë fesati në sjellje? A ka mundësi dikush me derë gjakun e njerëzve të pafajshëm nëse nuk ka i smut në shpirt, në zemër? A ka mundësi më kanë dikush i shnosh në zemër me marr mallin dikujna? A ka mundësi më kanë i shnosh dikun me marr naftën dikujna, territorin dikujna, gjakin dikujna, nderin dikujna? Ajo çka është ndodhur sot? A ka njerëz më të prish se çifutët? S'ka në zemrat e tyre. Allahu i ka përmendur. Prandaj ne na të fol për rujtjen e zemrës, se kur fesati më i madh nuk u ka në botë, për shkak të njerëzve të cilët bëjnë fesat dhe derdhin gjakin e muslimanëve, Allah i rujt muslimanët, ja Rabbel Alamin. Ndërsa zullumçart Allah i shkatërroft, ja Rabbel Alamin. Kjo çka ndodh sot është moskujdesi i rujtjes së zemrave të njerëzve. Ndërsa zullumçart janë do të jenë deri në ditën e Kiametit, Allahu përmend për çifutët, për jahudit 2 ajete, më në mend prej shumë ajeteve. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah nuk e udhëzon zullumçarin. Fesatxhin Allah nuk e udhëzon. Edhe e dyta, wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dhe Allah nuk e don zullumçarin. Pse? Shumica e komentatorëve kanë thënë se kjo është për qëllim për çifutët. Po këtu hin edhe disa njerëz që janë si çifutët. Allah as nuk don, as nuk udhëzon e as nuk don. Prandaj besimtari larg epshit, larg fesatit, nuk guxon muslimani me bë fesat. Zguxon as mendën me çupën fesat, jo me bë fesat. Pse? Se trupi ka më të vdej, ka më zemrën ki me rinjall me pislëk në ditën e Kiametit. Ti që ke bë fesat në tokë, mendon se ke ti që ja u ke errësu jetën njerëzve në dynjë ti ke bë errësir, mendon se dritë ke me pas në ahiret? Ti ja u ke marr mallin, ti ja u ke marr të drejtën, ti ja u ke marr jetën, i ke mbyt. Ti ke, çka mendon? Ti ke më kon pjesë e xhenetit, jo, ti je pjesë e xhenemit. Bile, pin dynjat Allahu ka më të bëtër, jo në ahiret. Prin dynjat Allahu zullumçar, nuk i don, nuk i udhëzon, edhe kanë me pas në ndëshkim prin dynjat. Prandaj muslimani me rujt zemrën e para nga fesati i sjelljes, nga fesati i të mendumit. Edhe e treta, çish me rujt hoxh zemrën muslimanin këto ditë, mendimi i keq për Allahun është prej shkaqeve që shkatron zemrën. Për shembull, dikush ka bënë gjuna, Allah i na fal, këtë na kena gjunohe. Po me menu për Allahun se Allah i nuk më falë është më keq. Me thonë Allah i s'm fal mu, Allah i nuk më udhëzon mu, Allahu nuk më ban. Një njeri pas ka rënë në depresion, një njeri si sot shumë, shko te psikolog dhe rënë janë të nejtë njerëzit. Pse? Së mze gjumi, kam angth, kam stres, kam telashe. Nuk thot, ashtë të mdhin barke, atë mdhin kama, atë mdhin zemra.
Edhe përshkrimi I dhimbë të zemrës është trishtimi, është ankthi. Ti e largu prej dritë të Zotit, prej sunetit pejgamberit, se ke pastru zemrën tonë me iman, zemrën tonë me Kur'an, zemrën tonë me sunet pejgamberit. 3 faktorë, edhe 4 me vepra të mira, 4 faktorë të pastrimit të zemrës tonë. Atëherë ti, pas ka shku njëri te psikologët dhe I thot, kam një hall, çfarë halli? Thot se në flesën bën rahat shpirtin e kam ngu, këtë këshia të dikon. Kur gjatë të mirë s'kam pe Allahit. Thot a ki shnet po, a ki ket po, a ki shpi po, a ki ket po. Thot ti veç një smundje e ki. Cëllën smundje? Thot smundjen e zemrës. Zemra jote mendon keq për atë çka të ka bën më së miri ti mendon keq për Allahin. Ti mendon se Allah nuk të fal, Allah nuk të udhëzon, Allah e ku ka më I smund sa ai që mendon keq për Allahun, që Allahu të ka dhënë shnet, ka dhënë jetë, ka dhënë zemër, ka dhënë shpirt. Prandaj ne do të madhru Allahun, edhe kjo është prej smundjeve më të rrezikshme me menu keq për Allahun. E në Ramazan, muslimani në asnjë moment nuk duhet më dhon kryet dhe zemrën me çira shejtani, po duhet me bën vepra të mira dhe me madhru Allahun, me pastru zemrën, me pastru njetin e tij dhe me rujt zemrën nga kjo smundje dhe nga mendimi I keq për Allahun subhanahu wa taala. E katërta, prej smundjeve të zemrës është me mendu njerëzit se shariati I Zotit, feja Allahut është veç ndekje dhe ndarsëm, veç nikah dhe në tallkin edhe ku ta diun. Është formalitet. Ja, shariati I Allahut është fe e pranuar komplet dhe këto janë smundje që lipin ligj mbi ligjin e shariatit. Jam të thonë me plot, do të me thonë se feja ka nuk kur thojna shariat na e kuptojna me prej dorën qafën, jo be. Shariat është implementimi I fjalës së Allahut në gjitha raportet me Allah, me njerëz, me prind, me fëmijë, me ekonomi, me shoqëri, me krejt. Ta rregullon sistemin shoqëror. E prandaj nuk guxojna me thonë se feja e Allahut është noksan. Ka vazhdu për pejgamberin alayhis salam kohën e tij tash, jo. Jo, Islami është fe komplet pa mangësi deri në ditën e Kiametit. Edhe më I smuti është ai I cili thotë Islami është fe e vjetër. Islami nuk ka elemente të cilat do të thotë na hin neve nudh, ose diçka na hin, disa nuk na hin, krejt na hin nudh neve. Dhe vdekja totale e zemrës është ajo zemër normal, emwatun ghayru ahya, ata zemrat të cilat kanë kufër dhe shirk në zemrat e tyre. Po ç'është I shërojmë zemrat tona, e para është që muslimani të rikthehet Allahut subhanahu wa taala. E para, do të më kthy Kur'anit edhe Sunetit, me gjallëru zemrën tonë, ashtu siç I kishin zemrat e vdekura në kohën e pejgamberit mushrik, Allahu ja u ngjallëroi nëpërmjet zbritjes Kur'anit edhe Muhamedit alayhis salam sahabëve zemrat e tyre. Një, e dyta, respektimi I urdhnave të pejgamberit alayhis salam, jam më konkret. E para, praktikimi I Kur'anit. E dyta, praktikimi I sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Allahu në Kur'an, ela inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, të dashurit e Allahut janë ata të cilët nuk mërziten. Kush janë ata? As nuk dëshpërohen, ata që kanë iman në Zot, edhe ata që kanë frikë Allahun në zemrat e tyre. Dhe e treta, zemrat shërohen duke bërë vepra të mira. Çfarë dush vepra të mirë, veç e shnosh zemrën. Se kur t'ja shnosh dikujt në zemrën me sadaka, me fjalë të mirë, me ndihmë, ke shnosh edhe zemrën tënde. Kur t'kish haset për ata ti e ke kall zemrën tënde. Kur t'kish xhelozi për vllain, ke kall zemrën tënde. Prandaj kujdesi më I madh që duhet të më kanë secili musliman është që besimtari me rujt zemrën, me bë mirë dhe mos me bë zullum. Dhe përfundimi I kësajna ka thënë Hasan al-Basria rahimahullahu taala, zemrën prishen për 6 gjanave. E para, thamë gjunahet ta prish zemrën. Ama nëse e ban gjunahin me njetë se ka mu pendu, para se e ku mba gjunahin, e ban njetë pendona, kjo është në rregull. Po jo, ka me ba gjunat që të pendona. Kjo është prishje e zemrës, se Allah ta merr shpirtin para se mu pendu. Nuk ban me ba njetin, ka me ba gjunat që të pendona. Po ke ba gjunat, ka mashtru shejtani. Thu, o Allah falem. E për sebepeve që e prish zemrën është me bën gjunahin me njetë se minjerë, do të thotë ka me pendu une. Ka me shku në haqë mas 60-ve, ka me bën njerë, ka me fitu pare me loto, me kazino, ka me fitu pare me fajde, ka me bën këtë, e masanena Allah I ti thamu Allah falem, amo krejt mahalës I ke bo zullon. Amo këtë mahalën me droge e ke helmu, o Allah qëmë gjenet, ka me bën tobe.
Allah i s'ta mundson këtë njetë, nëse e ki këtë njetë, me bon zullum, pastaj mu pendu, Allah i s'ta mundson. Edhe është prishje e zemrës. E dyta, me nxan dije, me mësu dije, po mos me punu me ta. Ti e shejtan nem. Na mësojna, e mësojna fejen për me praktiku, se shejtani e një fejen tonë, shejtani e një Zotin. Edhe ka dije, po s'ka punu me dije. E neve na duhet se zemrën e prish, nëse ki dije dhe nuk punon ti e smut. Po dija është nëpërmjet veprimit. E treta, po edhe nëse e ban një punë, dush më koni sinqert, me knaqë Allahun edhe zemrën tonë. Kër e knaqë Allahin, me automatizëm knaqë zemrën tonë. Zemrën e prish, nëse e ban një punë, edhe e mirë më konë, po nuk ka e sinqert për Allahin, nuk pranohet e Zoti. Edhe nuk e shnosh zemrën tonë. Për shembull, ku marrë dhe ku falë namazin se kam për Allah, e kam për qallën. Jam të kallëzu ders me më thonë se hoxha fol ka rrjedhshëm. Kur gjasëm të vonë? Njeti, nëse nuk është për udhëzimin tem dhe t'juvin që une jam të fol me dhimbshmëri që ne t'i shnosh në zemrat, atëherë unë jam më i smut se ju. Po du të mu përgatit që veprën tonë dhe fjalën tonë ta bëjmë për hir të madhnisë së Allahut. Zemrën e prish sa të mirat Zotit i kena, o xhamat. Edhe nuk din Allahit me thonë elhamdulillah. Zemra e prisht është zemra e cila nuk di mi thonë Allahut elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe e fundit, nuk knaqesh me knatësinë e Allahut, me kaderin e Zotit. Shkojnë atë vorët i qojnë a njerëzit për ditë, ti nuk shnoshet zemra. O ti, më rëqat, deri dje babën e ke pasë në gjallë. Ju ka nalë zemra e ke shti në dhej. Ty atu të punu zemra, baba në gjami, ti s'shkon në gjami. Baba në Kur'an, ti s'ke shku në Kur'an. Mara e ke pështit e dheo dhe nuk merë mësim, ti i smut. Shkon të vorë dhe nuk merë mësim, ti i smut. Ti zemrën e kitë smut. Ti nuk e di dhe nuk e madhnon Allahun ashtu si që meriton. E lusë Allahun e madh në këtë muj të begat, muj të Ramazanit, Allah i të shëron zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Allahu ta mbjell dashurien për Allahun dhe për Kur'anin në zemrat tona dhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E lusim Zotin e madh që Allahu të na largon çdo smundje të zemrës që e kemi, ja Rabbel Alamin. Allahu na baft dritë në zemrat tona me Kur'an dhe me Sunet, edhe na ringjalt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.